Të dashur miq, në Shqipëri skandali dhe super skandali zën njëri tjetrin. Në mënyrë të papritur, antikushtetuese, absolutisht antikushtetuese, Edi Rama merr nga fondi rezervi i qeverisë, krijimi i cilit bazohet në nene të qarta të Kushtetutës së Shqipërisë. Dhe ky fond që është besuar atij për ta përdorur për emergjenca, urgjenca dhe raste tepër të veçanta. Këtë fond Edi Rama e ndan me Kanye West, një këngëtar i mirënjohur, vetëm për lobingje të tij. Ky është një krim antikushtetues. Në asnjë rrethant dhe në asnjë rast, një koncerti privat nuk mund të jipeshin parat e emergjencave të një vendi apo parat e rezervës së Këshillit të Ministrave. Këtë e bën vetëm ai që nuk pyet për kushtetutë. Vetëm ai që nuk ka asnjë interes të shtetit ligjor apo interes kombëtar, ka vetëm interesa personale. Me një grush servil është inkriminuar ministra, të cilët s'duhet pranonin kur të bëshin bashkautor në këtë krim. Por veç të dashur qytetar ju rikujtoj se ky po në një akt totalisht antikushtetues, antiligjor, në një krim të shëmtuar, pagou në maj të vitit 2025 7 milion euro organizatës private Giro d'Italia për të zhvilluar garën në Shqipëri në mënyrë që të ndihmojë në zgjedhje Edi Ramën. Me këtë duhet të them se përsëri ky është një padrino, një ramaduro, që nuk je ligj as kushtetutë të këtij vendi përveç kontove bankare dhe interesave të tij.